E pra të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të folur për Eglitakon. Eglitako, siç e kuptuat edhe nga emisioni Goca dhe Gra, që më tash do t'jetë pjesë e fan club Big Brother VIP Albania 5. Si që duket, Eglitako është e përzjedhura për të qenë moderatore në këtë spektakël. Tani, Egli mbrëm e la të kuptueshme më. Çfarë dëshironi që të thot Egli? Dëshironi që t'ju a thot Troç, po unë jam moderatorja? Egli e la të kuptueshme që do t'jetë ajo moderatorja. Të gjithë e kuptuam, të gjithë e besuam, të gjithë në fakt mezi e presim. Fansat e saj kanë qenë ato të cilët kanë bërë një luftë të madhe, kanë hapur televotime, kanë hapur faqe të ndryshme, duke bërë një protestë virtuale që Eglitako të bëhet moderatore në fan club ose opinioniste në Big Brother. Më thënë kanë qenë këto dy pika që fansat e saj dëshironin ta shikojnë. Egli me shumë dashuri, me shumë kënaqësi, normalisht nuk u aprishi asnjëherë, por dëshironte që të ndërton këtë rrugtimin dhe të vazhdon këtë rrugtimin në këtë spektakël që duket që do të jetë një spektakël tepër dinjitos këtë vit. Dhe duke njohur strategjinë se si funksionon televizioni Top Channel, unë isha i bindur edhe më herë, do me thënë gjithmonë kam qenë i bindur në ato që kam shpjeguar për ju, që kam folur për ju, sepse jam munduar që t'i marr informacione më të sakta. Do me thënë kam qenë i bindur që Egli do të ketë një pozicion të veçantë në Big Brother VIP Albania. Tani, nëse flasim që Sara Gjordeni apo Angel Shkira do të mbeten opinioniste të Big Brother VIP Albania, nuk ma merr mendja që Big Brother VIP Albania do të shkon në të njëjtin sinkron me Big Brother VIP Kosovën, që do t'u japin fuqizimin femrave për opinioniste. Unë mendoj që këtë vit në Shqipëri përsëri do të mbetet Arber Hajdari, por përfshirë edhe me një bashkëpunim që mund t'jetë për shembull Sara Gjordeni apo Angel Shkira. Ndërsa Eglitako, për të qenë opinioniste, që jam i bindur që do të kishte qenë e shkëlqyer edhe në këndin e opinionistes, Eglitako do të mbetet moderatore në fan club. Tani si bëhet fuqizimi i klikimeve? Big Brotherin me patjetër që Ledioni, Sara, Lori e kanë të klikuar. Do me thënë, Ledioni si moderator, Arbëri si opinionist, Angeli apo Sara si opinioniste, dhe banorët brenda me patjetër që është vetë prajmi ai që qytetarët, ndjekësit i çon ta shikojnë. Por, qëllimi ishte se si të fuqizohet me klikime dhe fan clubi, se edhe fan clubi ka një rol shumë të rëndësishëm. Dhe si që duket, përzgjedhja që u bën në televizionin Top Channel, u vendos që Eglitako të vazhdonte të ishte moderatore në fan club, sepse duke parë se çfarë impakti ka dhe duke parë se çfarë ndjeshmërie ka tek publiku shqiptar, është vetëm Egli ajo e cila mund të rikthejë dhe mund të sjellë emocionin edhe dashurin tek shqiptarët. Dhe kështu që Egli ja arriti qëllimin e saj. Eglitako do të jetë moderatore në fan club, ajo më e la mbram të kuptueshme këtë gjë, dhe besoj që do të na dhurojë shumë emocione, shumë dashuri. Do ta shohim çdo javë me banorin i cili do të lërë shtëpinë, por edhe me komentet nga ana e opinionistëve, por edhe familjarëve që do të përfshihen brenda këtij spektaklit. Si e komentoni ju? E di që Egli do të shkëlqej, e di që shikueshmërinë do ta ketë stratosferë dhe do të jetë një ndër moderatoret më të dashura të këtij sezoni.